E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu, në kanalin Monitor TV, për t'i komentuar pak ngjarjet të cilat ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother. Marrëdhënia mes Mateos edhe Brikenës ka nxitur një kurreshtje shumë të madhe tek banorët se çfarë po ndodh me to. A ekziston vërtet dashuri? A ekziston vërtet një pëlqim? A është e gjitha kjo një strategji për lojë? A është e gjitha kjo një interes për lojë nga ana e Brikenës që po përdor Mateon? Tani, mendimet nga veprimet e Brikenës asocojnë në çdo gjë. Por Brikena ka një përgjigje në këtë pikën. Do të thënë përgjigjja e vetme që Brikena e jep brenda shtëpisë, por edhe kundërdrejt Mateos është që nuk kam ndjenja për ty, e para, ty të kam shok, dhe e dyta nuk i bëj gjërat unë për lojë, nuk i bëj gjërat unë për kamera. Tani, le të jemi pak të sinqertë. Unë mendoj që brenda në shtëpinë e Big Brotherit, Brikenën e mban marrëdhënia me Mateon, e mban loja me Mateon. Brikena deri më sot nuk ka treguar që ka lojën e saj. Se po të kishte lojën e saj, do t'isha i bindur që Brikena do të suportoheshte, por të gjithë shqiptarët për 73 ditë me radhë kanë pritur që Brikena t'i thot një po, të nisi një rrugtim të bukur, apo qofte dhe ta shohin si nuse dhe si dhëndër. Erdisa, banorja e re, Ersida më falni, që ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, ka nxjerrë në pa shumë situata dhe ka krijuar një debat të madh me Brikenën. Tani, publiku jashtë thonë që Mateo dhe Ersida janë njohur me njëri tjetrin që nga jashtë. Ledioni, në momentin kur Ersida hyri brenda në shtëpi, i parashtroi një pyetje. A njihesh ti me Mateon nga jashtë? Ersida, vajza në fjalë, tha nuk njihem. Do të thënë, ajo nuk pranoi asnjë gjë kundërdrejt marrëdhënies me Mateon. Ajo tha që nuk njihem unë me Mateon fare. Dhe normalisht ne i besuam, por fansat kanë filluar që të flasin që Mateo dhe Ersida njihen, sepse Mateo dhe Ersida deri më tani nuk kanë patur asnjë lloj diskutimi. Tani këto të dy janë nga i njëjti qytet, dhe ndoshta Ersida është e ndikuar nga veprimet që ka bërë më herët Brikena me Mateon, nga loja që po bën Brikena, ndoshta i duket që Brikena nuk është fare aktivizuar dhe qëndron kot në lojë. Okej, kjo është më se e vërtet. Brikenën, mua më duhet të jemi sinqert, të jap mendimin tim, Brikenën e ka fuqizuar marrëdhënia me Mateon, i ka dhënë domethënë lojë interesante, se po të mos ta kishte marrëdhënien me Mateon, unë mendoj që Brikena do të ishte një banore shumë e dobët. Por, a duhet Brikena ta finalizon këtë gjën me Mateon? Unë mendoj që duhet ta finalizon këtë gjën me Mateon, në qoftë se ajo vërtet nuk e ndjen, duhet që të ulet edhe t'ia thot Mateos që më fal, ishte deri këtu, ne të dy provuam, unë ta dash kohën për njohje, do me thënë në kohën e njohjes Brikena e mori, i ndan kohët bashk, orët bashk, ditët bashk, netët bashk. Në shtëpinë e Big Brotherit këto momente janë të çmuara, do me thënë janë orë të gjata, dhe tani mendoj që Brikena e kishte të gjithë mundësinë e mundshme për ta njohur Mateon, për ta jetuar momentin me Mateon dhe për ta kaluar një moment të bukur me të. Kështu që Brikena nuk po hedh asnjë hap, përpos që po pinë cigare dhe po rinë në cepave të shtëpisë, do me thënë thjesht duke shikuar, nuk është se po bën ndonjë lojë. Edhe debatet të cilat i ka Brikena, i ka debatet në kuadër të lojës së Mateos. Dhe mua më duket që Brikena po e përdor Mateon për interesat e saj. Tani, sa do të vazhdon Mateo për t'i shkuar nga mbrapa, këtë nuk e di. Në qoftë se është në pyetje që Brikena të merr një dritë jeshile nga një familjar, atëherë produksioni duhet të organizojë një surprizë që Brikenës t'i jepet e drejta që të pranon për Mateon, por unë nuk e shoh kështu. Se po të ishte drita jeshile nga një familjar, Brikena po ta kishte kaq frikë pjesën e familjes, nuk do t'ja kishte dhënë as mundësinë për njohje Mateos. Dhe këtu nuk ka të bën fare familja apo përzgjedhja e familjes apo interesi i familjes. Në këtë marrëdhënien, unë e shoh më së shumti, domethënë Brikenën të
ndërlidhura në mendimet e saj dhe banorët, Ersida që asocion, që Brikena ka një lidhje jashtë. Banorja e re ka hyrë me pushk kundër drejt Brikenës dhe siç duket kjo banore do t'ia vështirëson shumë lojën Brikenës, por ndoshta edhe do t'i jep në një mesazh Mateos ashtu siç i dha Mirit dhe u shkatrua raporti i tyre. Nuk dua që të shkatrohen si çift, sepse mendoj që janë një çift që ja vlen, janë një çift që ka dhuruar dashuri, ka dhuruar pozitivitet, ka dhuruar energji të mirë dhe kjo lloj energjie realisht i duhet shtëpisë së Big Brotherit, por do të shohim në ditët në vazhdim se sa do të ndikohet Brikena nga fjalët që po thuhet, çfarë vendimi do të merr dhe si do të sillet me banorët.